Që do të flasim në këtë sezon të ri, do të rikthehemi për të folur për situatën politike në rajonin ton, por edhe më gjërë në botë me zhvillimet gjeopolitike. Do të flasim me mikun e emisionit ton, zotin Driton Thalli, që jeton dhe punon prej vitesh në Angli, në Londër, njohës si zhvillimeve politike ndërkombëtare dhe atyre ekonomike. Zoti Thalli, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje nga Londra. Me që jemi në Londër, do ta nisim me kërcënimet e fundit të Moskës aty për shkak të furnizimit me dronë të Britanisë të Ukrainës nga Britania. Kemi pasur dhe kërcënimin direkt të Kremlinit. Ka frikë në Londër apo jo? Po jemi në nethe duke nga dje. Kemi fillu këto qilerat t'i adaptojmë për luftë, po presim kur Putini, sepse e ka okupu, e ka pushtu Ukrainën, tash i mangu e ka dhe Britania. Jo, po kjo është bluf i Putinit, britanikët tallën, sot ishte teme e thashëthemeve e gosipave. Kështu është kur ne atje në Kosovë thonim, e kemi pasur një thënie, kur ta hupsh udhën në bortondin. Pra, kjo ishte një palavër e kotë e Putinit, ajo është ka ballafaqohet me sulme shumë serioze të Ukrainës, ekonomia e tij është buzë kolapsit, tashti për shkak se shumë tri ja ka marrë fronti, llogaritën dikun 1.300.000-400.000, disa të vdekun, më shumë natyrisht të plagosur, invalid për luftë. Pastaj në fillim fare i gjithë ai esnafi teknik, kush kishte profesion edhe biznismenët e mesëm, sidomos të teknologjisë informative, mjek, këto profesionet që në perëndim kërkohen, patenik, disa qindra mira të rinj rusë. Dhe si rezultat i këtyre dy faktorëve, në Rusi ka nevojë për punëtor. Është mungesa punëtorëve dhe si rezultat i saj është edhe rritja pagave, domethënë ke edhe plus inflacionin e pagas, siç i thuhet, inflacioni i kostos së prodhimit. Nga ana tjetër e ke edhe inflacionin si rezultat i shtypjes së paras. Pra, për mos ta zgjat, unë do doja që Putini në këto kushte të luftojë edhe 2 vjet, sado që të vazhdojë gjakderja ekonomike. Sado që jo humane është kjo, por si kosovar gjithnjë flas, sepse kjo Rusi hegemoniste e Putinit e ndihmon këtë Serbi hegemoniste të Vučićit, e cila është kana kufizon në zhvillimin tonë, sidomos atë diplomatik, por edhe natyrisht ekonomik, sepse ekonomia, kapitali është qenja më frikacake, kudo që ka destabilizim, apo jo siguri, i pari që ik është kapitali, kështu thonë financiarët. Më kujtoi një thënie të Berishës të shumë vite më parë që sqaronte që leku është qenia më frikacake. Edhe ashtu në financa thuhet. Ndërkohë që kryeministri i ri e ka theksuar mbështetjen për Ukrainën. Padyshim, shiko, Britania, pos që e përkra një luftë të drejtë të ukrainasve, e ka dhe një bërë sepse është garantuese e marrëveshjes Budapestit për integritetin e Ukrainës
aty ishin 3 shtetet të cilat e garantuan Ukrainën për integritet nëse do të hiqte dorë nga armatimi atomik, nuklear, të cilën ajo e bërje që pastaj Putini tha se unë atë marrëveshje nuk e respektoj sepse unë nuk e kam bërë. Prandaj edhe kjo duhet të jetë një mësim i mirë edhe për disa analistë Kosovës, të cilët mundohen e kanë drejtë ata të cilët kanë një koshiencë fetare, sepse janë shumë afër me Rusinë. Çuditshëm këta islamistët e mshehur, të cilët në njërën anë e lavdërojnë SHBA-n, në anën tjetër e madhërojnë Rusinë. Është një fenomen të këta kripto-islamistët analistë të Kosovës. Por edhe të Maqedonisë kanë drejtë edhe të tillë në Shqipëri. Disi e madhrojnë Rusinë. Sa herë që të vijë për ta spjegu Rusinë, përmendin atë fitoren kundër Napoleonit, përmendin e cekin kështu me plot gojë rezistencën ndaj Hitlerit dhe fitoren në luftën e dytë botërore, që atëherë kanë qenë kushte krejt diametralisht të kundërta, por interesant nuk e përmendin humbjen në luftën e parë botërore, ishin po të njëjtit rusë. Sido që të jetë. Nuk duhet besuar deklaratave të Putinit, i cili thotë se Krimen ka herë edhe vë në relacion me Kosovën. Jep disa indikacione, po jo të qarta, ju njihni Krimen ashtu si që keni njoftë Kosovën, dhe këta interpretojnë se nëse njihet Krimeja dhe Luhansk Donetsk, atëherë Putini do ta njeh Kosovën, mos ndroni me sy qelë. Putini nuk e njeh Kosovën sepse relacionet me Serbinë janë shumë shpirtnore se që janë me shqiptarë, gjithmonë kanë qenë ashtu. Mirë Putini, por vazhdon debati dhe për deklaratën e Zelenskit. Po, edhe kjo e lidh me Zelenskin, sikur ju bo qefi që Zelenski tha në Beograd se ne nuk e njohim Kosovën, dhe filluan u ringjallën kështu si kor, duke sulmu Ukrainën dhe duke disi e relativizu Rusinë. Po të njëjtit që syti nxjerrin me Palestinën.